fjalë, ne në padim tonë që kemi ngritur pranë gjykatës administrative të apelit kundër Ministrisë së Arsimit, kemi pasur dy kërkesa. Kërkesa e parë ka qenë pezullimi i zbatimit të udhëzimit deri në shprehjen përfundimtare të gjykatës. Ne sot nuk kemi, pra gjykata nuk ka pranuar kërkesën tonë që ta pezulloj momentalisht udhëzimin. Por ne jemi sërish në gjykat me Ministrinë e Arsimit për themelin e çështjes, për shfuqizimin e udhëzimit në tërësi. Sot ne kemi një refuzim për sa i përket masës së pezullimit deri në momentin që gjykata do të marrë vendim të formës së prerë. Pra kjo është ajo çfarë u vendos sot nga gjykata, mendonim se kishte argumente ligjore pra që nuk është zbardhur akoma si vendim dhe çështja është zhvilluar pa praninë e palëve. Pra ka qenë në dhomë këshillimi me prezencën e trupës gjyqësor që është përbërë nga 5 gjyqtar, me relatore një nga gjyqtarët e asaj gjykate. Në mendimin tonë shpresonim se do të kishim një pezullim të këtij akti, pra të këtij udhëzimi, për arsyet që ne kemi thënë edhe publikisht, e mendojmë se kemi të bëjmë me një udhëzim që është i palishëm, pra nuk i referohet dhe nuk është fare në zbatim të ligjit për arsimin parauniversitar në vendin tonë. Është një udhëzim që kalon kompetencat e Ministrisë së Arsimit dhe që qëllimi i provimit të shtetit apo edhe licencimit të mësuesve për mua është në momentin e pranimit të tyre në sistemin arsimor, por jo në momentin që ata duhet të kualifikohen dhe të tregojnë se sa të aftë janë për të vazhduar në sistemin arsimor. Konkretisht, për çfarë e keni refuzuar këtë udhëzim? Për ta nisur që nga fillimi e më pas ta zgjerojmë edhe me të ftuarit. E para ne mendojmë se është e palishme. E dyta ne mendojmë se është një trajtim i pabarabartë i mësuesve të cilët kanë mbaruar arsimin në mënyrë të njëjtë, dhe e treta, parimi i sigurisë juridike. Parimi i sigurisë juridike do të thotë që në momentin që ata janë në sistemin arsimor, janë mësues në sistemin arsimor, ne nuk mundet të themi atyre që ju nuk e keni titullin mësues dhe ju duhet që të përfitoni fillimisht titullin mësues dhe më pas të përfshiheni në provimin e kualifikimit. Pra këto janë 3 argumentet tona ligjore që kemi kundërshtuar në gjykatë dhe kërkojmë shfuqizimin e këtij udhëzimi nga ana e gjykatës. Si e vlerëson sindikata këtë udhëzim? Po, në fakt nuk është viti i parë që na ka sjell probleme të kualifikimit e mësuesve, është që vitin e kaluar dhe pranë sindikatës tonë kemi një jurist që merret me problemet juridike dhe këshilla jonë ose sugjerimi jonë për gjithë mësuesit që kanë pas ankesa është që ata të shkojnë të marrin licencën. Do të thotë, ligji e përcakton qartë që ata që nuk kanë qenë punësor para 12 janarit 2011 dhe kanë mbaruar studimet, duhet të nënshtrohen licencës. Kemi një problem faktikisht që kemi të punësuar një numër të caktuar të mësuesish pa plotësuar licencën, dhe ky është një gabim që dikush duhet jap përgjigje ose duhet mbajnë përgjegjësi, sepse është mbush sistemi me mësues pa licencë. Faktikisht ne kemi kërkuar vazhdimisht. Për të qenë që të mos bëjnë ndërhyrje mbase të padrejta, mund ta bëjmë edhe bashkëbisedim se pse është pro një palë. Patjetër,